Tashmë që muaji begati Ramazanit mbaroi, myslimani përballet me një sfidë të vështirë, e cila është të ruajë të gjithë atë që fitoi gjatë Ramazanit. Atmosfera e Ramazanit është favorizuese për të gjithë ata që synuan t'i afrohen Allahut me adhurime dhe punë të mira. Agjëruan të afërmit dhe të njohurit e tu, agjërove dhe ti. Falën taravit të tjerët, ju bashkove dhe ti. Shtruan iftare të tjerët, e bëre dhe ti. Dhanë sadakat të tjerët dhe ndihmuan të varfërit, edhe ti me aq mundësi sapate nuk u kurseve në këtë anë. Në fund të Ramazanit jam i sigurt që u ndjeve më besimtar dhe më i devotshëm se sa para fillimit të agjërimit. Nëse vërtet ndihesh kështu, ti ke bërë një arritje shumë të madhe, ke korrur një fitore ndaj vetes tënde duke e kalitur atë me qëllimin e vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Me këtë që bëre, ti ngjan një artizani që me duart e tij realizoi një veshje shumë të bukur për veten, por tashmë ka ardhur koha që atë ta mbaj veshur deri për Ramazanin e ardhshëm. Ashtu edhe ti, unë dhe çdo kush tjetër që u përpoq gjatë